shteti. Për këtë arsye vëllezër, Allahu xhelal kur do mi hip namin e pejgamberit, çka e ban? Ja u pezullon krejt të mëdhojve temat e veta, i nxjerrin tavolin temat e pejgamberëve. Çka i bani Muhamedit alayhis salam Allahu xhelal me Quraysh? Çka i bani? Kur ardh pejgamberi sa tha un jam pejgamber. Çka i tha Abu Jehli? Këtë muhabetet na irzove. Na sa kem të fol çish me rregullu shtetin, çish me rregullu shoqërinë, çish me kështu me radh, këtë temat shkuën poshtë ashtu do më morna me tije. E që kjo vëzër Allahu xhelalu i angazhon zullumçarët me pejgamber që t'i ban azap në dunja, edhe kur të mrije kulmi i zullumit të tyre t'i shtihen në xhenem. Pra në xhenem dunja, në xhenem në ahiret. A mendoni ju të ndëruar xhamarli se ata zullumçarë në dunja jetojnë rahata? A mendoni ju se ata që ka bojnë zullum jetojnë rahata? A mendoni se ata nuk frigohen? A mendoni se ata nuk e din se këto të mira dhe këto begatit që ka i gëzojnë mbi vrasin e fëmijëve, se kanë mi gëzu për gjithmona? A mendon se i vrasin 17.000 fëmijë mrena një vitit? Fëmijë o vëzër, fëmijë. Një fëmijë ti, një fëmijë. Pahiri me evra, pahiri me e prek, sa të dhem se fëmijë. Po me e mytë pahiri, me e shkel me kërë pahiri, ti zmosh njeri mo. Bisikletit të madhë që të ka ndodhë, që shemita një fëmi. Po mi vrati me mija fëmi, me raketa, me bomba, zotin arrujt. Fëmi, e nuk di ala. A mendojnë ana se Allahu xhelal i len rahat ata? Jo, na tregon Allahu në Kur'an se janë rahat. Firaun e këtë temat i ka pezullu. Temën e kuj e ka Musa alayhis salam. Megjithse, pra nga prizmi i Firaunit është një rast i izolum. Ama qatë rastin i izolum, për shkak se aty o Musa, e kur tjetë Musa bëhat muhabet në pallat. Për këtë arsye, mësimi 5 është se Allahu ua detyron zullumçarëve dhe diktatorëve që temë e tyre tjetë kush? Tjenë pejgamberët, tjetë Islami. Shiko sot dunja. Islami, xhamia, shamia. Islami, xhamia, shamia. Pse është këtë temë vëllezër? Pse i ka angazhuar Allahu me këta? Që ty kallëzoje se pse nuk i dëgjoni të diskutu për shembull? Pse nuk thojnë ka rrezik pi budizmit? Ka rrezik. I mshelin njerëzit sintë dhe ka 10 sahat rrim mshel. Kjo rrezik. A rrezik? Ama se vol kërkush këtë rrezik. Çfarë rrezik edhe shumë xhamia? Shumë xhamia. E çfarë do bëj xhamia? Çka jena ti bona dikujt që na do agjëru të ndërrojë më. Çka kanë ata me stomakin ton? Çka kanë ata me namazin ton? Çka kanë ata me ezanin ton? Çka kanë ata me xhamiet e muslimanëve? Çka kanë me shamia të grave të muslimanëve? Allah i shtoft të gjitha ja Rabbul Alamin. Me xhamia, e me shamia, e me namaze, e me musliman që i bindën Allahu xhelel xhelalu. Ama a ditini çka kanë? Kjo friga firaunike, zullumi që ka e bojnë. Ata e din se xhamia a pasqirja, xhamia po më ka thënë se unë e gabim e kam. Kur'ani po më ka thënë se unë e gabim e kam. Agjërimi, agjëruese për i kalzon atynëve se suni ti mujt mi ngi barkat. Këto rrin 15 sahat pa hangër, unë së rrin 1 minut pa vedh. Unë së rrin 1 minut pa bo zullum. Ate munon ajo? Aja e munon. Ata e munon kur e she dikush një familje muslimanëve të cilët jetojnë sipas asaj çka do Allah, e munon. Pse? Jo që i munon ti. Pa i thot, a kjo pi beq unë jam keq. E kur ti delsh ti si pasqire zullumçarit, edhe ai tutët pisiretit vet, ai realisht ato tut pi vetë që pitije. Ama ti ki dalë si pasqire. Andaj për këtë arsye të ndëruar xhamarli, Allahu na tregon se Firauni frigohej. Pi kujt frigohej? Pi Musës i cili s'kish dorë kur gjë hiç. S'kish dorë kur gjë hiç. Ama Allahu ambjell frikën në palçat e tyre.